në mënyrë që të manfond të konstituen institucionet vitale të Kosovës dhe në situata tilla mendoj që deputetet ish dashur, edhe partitë politike, por edhe deputetet ish dashur që interesat e ngushta partijake mos i vendosin para interesave të përgjithshme. Zotri Muja, ju thatë që duhet të ketë lëvizje, i bie kjo që vetëvendosje ta propozoj një emër të ri në mënyrë kështu që ta bëjë një kompromis sa i përket finalizimit të konstituimit të kuvendit? Unë mendoj që duhet të gjendet një platformë e bisedimeve në mes të partive, sepse çka na sjell kjo? Çdo tetor do ta kemi nga një sfilat të deputetëve të cilët votojnë ose nuk votojnë dhe pastaj pas 48 orëve është situata e njëjtë dhe çka sjell kjo? Në mënyrë politika është legjitimitet, është numra, por është edhe kompromis. Dhe në një situatë të tillë mendoj që parti duhet me gjetë mënyra, duhet me gjetë mekanizma, nëse askund tjetër atëherë mendoj që nuk do të kishte qenë ide e keqe, ndoshta që presidentja të ftoj shefat e partive, kryetarët e partive politike në një tavolinë jo formale në mënyrë që të gjendet një zgjedhje, sepse kjo situatë është e paqëndrueshme, është e padurueshme. Duhet ta kalojmë topin tek presidentja në këtë rast, edhe pse ajo e ka kryer punën e vet sa i përket thirrjes së seancës. Në situatë normale ajo e ka kryer punën e vet, megjithëse në letrën që i është drejtuar pastaj zotit Behari si kryesues i kuvendit të Kosovës në këtë fazë, ajo ka paraqit në mënyrë ka shpreh gatishmërinë e saj që nëse vërtet ka nevojë për ndihmë, saj ajo është në dispozicion. Dhe mendoj që ka ndihmë, sepse nëse nuk mundu me konstitue kuvendin pas